Përshëndetje, mirë se erdhët përsëri në këtë lidhje të drejtë për drejtë që kemi neve. Bëra videon që ndryshim ka meditimi me lutjen, sot do bëjmë si të lutemi dhe meditojmë. Dhe këto të dyja, a janë shumë të vlefshme me njëra tjetër? Lutja, siç e thash, është ti shkon te Zoti, meditimi vjen Zoti tek ti. Dhe ka shumë njerëz që vetëm me lutje kanë arritur në shenjtërim dhe ka dhe me meditim që arrin në shenjtërim. Kur i bën të dyja bashk, e lehtëson më shumë rrugtimin ton, e bën më të lehtë. Në shenjtërimin ton ne kemi kishën e Laçit, një shembull shumë i madh i priftit që ai jo vetëm lutej, po edhe meditonte, dhe këtë po a them në eksperjenca ime se kur kam shkuar në kishën e Laçit, pasi vajta te vendi që lutej, më vonë ika për të medituar siç bëjnë në vende të shenjta dhe pastaj pa e ditur fare më vinë ata të kishës dhe më thonë që këtu meditonte. Si e gjete që aty meditonte prifti? Pra kshurinte me orë të tëra dhe meditonte. Pra duhet të kuptoni të gjithë njerëzit që janë shenjtruar, gjithmonë kanë ndikuar jo vetëm lutja, po kanë bërë dhe meditimin. Lutja duhet bërë shumë e thjeshtë, të dalë nga gjithë qenia jote. Pra e ke vënë re kur të vjen ajo thika në palc nga mërzitja dhe ti ulesh dhe me gjithë shpirtin tënd thua një lutje dhe ajo bëhet realitet shumë shpejt. Neve para se të meditojmë, për shembull, nëse unë dua të shëroj dikë që e kam larg, përpara lutem dhe sjell atë njeri para meje dhe pastaj futem në meditimin e thellë për të parë në ndërgjegjen time, lidhjen me ndërgjegjen e atij për të sqaruar dhe për të pastruar atë ambient. Jemi të lidhur me njëri tjetrin sa nuk e imagjinoni dot. Një frekuenci, një vibrim pozitiv i imi ndikon tek juve dhe një vibrim negativ i juaj ndikon tek mua, ose via versa. Prandaj njerëzit shpirtëror thonë që pastro mendjen, do me thënë vëzhgo mendjen, prandaj meditimi të sjell ty tek qartësia. Pra, në meditim nuk qetësohesh, kjo është nga unë, personalisht, ne në meditim qartësohemi, qartësojmë rrugën, qartësojmë mendimet, qartësojmë gjëra që ne na bëjnë mirë apo keq, dhe pastaj shkojmë tek ndjenjat për t'i pastruar dhe ato, dhe pastaj futemi në ndërgjegjen tonë kur shikojmë përse ky rrugtim është krijuar dhe si mund të pastrohet që të shkojmë në rrugtimin tjetër. Në qoftë se ju doni të ecni në rrugën e ndriçimit të brendshëm tuaj, u a them që sot që nuk është e lehtë, por në qoftë se dohet të qetësoni edhe të uroni, një lutje edhe një meditim ndikon shumë me njëra tjetra. Tani po u them si më bëj unë një lutje para se ta mbyllim, kurse për meditimin ju e dini vetë sepse në YouTube unë kam shumë video dhe vendos shpesh. Ati imi fuqishëm, të falenderoj shumë sot që je me mua, në këtë frymarrjen time, në këtë ditë time të bukur, që ti më hap rrugën për të bërë më të mirën time dhe për të sjellë të gjithë njerëzit ndriçimin, rahatin dhe begatin. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Është e bërë. Ti kur bën lutje të tilla, ti e ke plotësisht besimin të sigurt që kjo është e bërë. Dhe mesazhi vjen gjithmonë, kjo foto është këtu sepse ne jemi të lidhur. Dhe ai është brenda nesh. Ne jemi kjo, ati është një me ne. Në mes të saj është Krishti, do të flas në një video tjetër, çdo të thotë ti je Krisht brenda. Flasim përsëri, ju përqafoj. Më shkruani.